Konferenca Vion është konferenca e parë në nivel ministerial e thirrur dhe drejtuar nga presidenti Obama dhe sekretari i shtetit Kerry për të gjetur mënyrat e përbashkëta dhe për të adresuar masat që duhen marrë në çdo vend dhe në rrugë bilaterale apo dhe në rrugë përbashkët për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Siç ju e dini, kjo është një sfidë tashmë globale, nuk mund të lërë askënd prej nesh indiferent. Në summit u diskutua e para mbi gjendjen e masave të marra deri tani dhe e dyta për mënyrën se si secili prej vendeve mund të forcojë mekanizmat e parandalimit dhe të luftës kundër terrorizmit, duke filluar që nga identifikimi i shtetasve, te udhëtimi dhe kontrolli i shtetasve në udhëtim për të evituar në maksimum luftëtarët e huaj, ata që shkojnë nisen nga vendi i tyre për të luftuar një luftë që nuk është e vendit tyre, masat ligjore dhe mekanizmat parandalues lidhur me këtë, por edhe një sër mekanizmash që kanë të bëjnë me komunitetet e vogla, me shoqërinë, me komunitetet fetare me të gjitha, për të kthyer edhe një herë mbrapsht modelet pozitive të luftës kundër terrorizmit apo dhe të praktikimit të besimeve fetare pa ngatruar këtë me luftën globale kundër terrorizmit. Zotëri, cilat janë disa nga angazhimet e Shqipërisë në këtë drejtim? Çfarë masash do të merren? I referohem edhe fjalës së zotit Obama për politika të reja në mënyrë të veçantë për të frenuar, le të themi, bashkimin e të rinjve. Ai foli për politika kundër diskriminimit, varfërisë, mungesës së arsimimit. Konkretisht për Shqipërinë, çfarë angazhimesh marrin ne? Në fakt, në summit është shkuar edhe në analizimin e shkaqeve pse në vendet caktuara ka një rritje tendencave ekstremiste lidhur me këto praktika të cilat pastaj kthehen në ekstremizmin e dhunshëm. Dhe sigurisht janë identifikuar të tilla si papunësia, ignoranca, varfëria, mungesa punësimit, mungesa alternativave të zhvillimit ekonomik e kështu me radhë. Por të gjitha këto vetëm përsëri nuk mjaftojnë për të zgjidhur një herë mirë çështjen kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Shqipëria si mbetet shumë për të bërë këtë kuadër, jo vetëm për të zhdukur shkaqet që çojnë edhe në kriminalitet, po edhe në tendenca të disa individëve për terrorizëm, siç mbetet shumë për të bërë në kuadrin ligjor dhe në kuadrin e masave parandaluese. Por një gjë është e sigurt, çdo vend i mbetet sfidë permanente, që nuk mund zgjidhet dot brenda një kohe shumë të shkurtër, krijimi i alternativave të zhvillimit ekonomik apo krijimi i kushteve arsimore të punësimit e kështu me radhë, për të nxjerrë nga rruga e degradimit në ekstremizëm apo në terrorizëm të dhunshëm, cili ndo individ që në mungesë të këtyre alternativave e gjen si rrugë për shpëtim. Mbetet shumë për të bërë në Shqipëri lidhur me bashkërendimin e mekanizmave edhe me vendet e tjera, kuadër të identifikimit shtetasve, kontrollit më të rrept të kufirit apo dhe të udhëtarëve, jo vetëm shqiptar flas, po edhe të huaj, ashtu si edhe forcimi i komuniteteve vendore në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo lagje, në mënyrë që të jenë vetë qytetarët ata që parandalojnë më së pari tentativat ose tendencat për ekstremizëm dhunshëm të cili do. Pra, në konferencë u fol edhe për këto mekanizme parandalues që janë sa qeverisës, ashtu edhe komunitar. Dhe ky summit ka sigurisht gjithë të dimensionin e mekanizmave qeveritar, në emër të përgjegjësisë publike që ushtrojnë ata që drejtojnë qeveritë, dhe dimensionin shoqëror apo dimensionin e komuniteteve të vogla apo komuniteteve fetare. Zotëri, a kishte propozime specifike për vendet me shumicë myslimane dhe i referohem gjithmonë fjalës së zotit Obama, i cili u drejtua edhe liderëve myslimanë, të cilët duhet të kenë një rol të veçantë në gjithë historitë të re të përballjes së njerëzimit? Pasojë imediate e summitit është organizimi i summiteve të ngjashme në disa vende në botë. Unë shpresoj shumë dhe këtë bisedova edhe në takime dypalqe
shpresoj shumë që një samit i tillë të zhvillohet edhe në Tiranë, dhe për këtë kemi nisur menjëherë nga puna, në mënyrë që mekanizmat për secilin shtet, mekanizmat bilateral apo multilateral ndërmjet vendeve brenda një rajoni, siç është edhe rajoni i Ballkanit, të diskutohen konkretisht nga ekspertët, të cilët pastaj do të hartojnë listën e masave konkrete që do të merren në mënyrë që bashkërisht të jemi efektiv në luftën kundër terrorizmit. Samiti shënon kulmin e prioritetit politik dhe të angazhimit të qeverive dhe të shoqërive dhe institucioneve fetare. Po sigurisht që mbetet për të pasuar, jo vetëm nga këto samitet rajonale që unë përmendëm më sipër, por edhe nga tryeza ekspertësh, të cilët do të identifikojnë, disa propozime konkrete janë hedhur në nivel diskutimesh paraprake, do të identifikojnë dhe do të zbatojnë më pas një agjendë ngjeshur masash në këtë kuadër. Për samitin e Tiranës është një propozim i joni, pra i Shqipërisë, dhe një afat kohë se kur mund të organizohet, nëse mund të na jepni? Është ende një propozim mbetet për të shqyrtuar akoma më shumë, por unë besoj Tirana do ishte vendi më përfaqësues për të mbajtur një samit rajonal. Ky mbetet ende propozim, po do shohim në vijim. Ne kemi filluar me një nga puna që dje dhe do vazhdojmë në ditën e vijim patjetër. Do të jetë në nivel kryeministrash? Nuk mund ta them këtë sepse jemi ende në fazën fare paraprake, por ja u shpjegova si fazë imediate pasuese e këtij samiti në nivel global, le të themi. Zoti Ahiri, dhe një pyetje, ju bisedua dhe patët takime me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, por edhe me zyrtar të tjerë amerikanë dhe homologët tuaj, çfarë do të veçonit nga këto takime? Me sekretarin e shtetit para një takim të shkurtër pas ditës parë të samitit, ku pas falënderimit për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner strategjik i Shqipërisë i kanë dhënë vendit tonë ndër vite, po dhe tani, e sigurova dhe garantova për angazhimin e qeverisë tonë në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, ashtu siç i kërkova që të ushtrohet më shumë vëmendje në Shqipëri dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit, në mënyrë që të mos lejohet në asnjë mënyrë humbja e vëmendjes, e cila më pas do të çonte në degradimin e më shumë individëve se sa ka ndodhur deri më sot drejt ekstremizmit të dhunshëm. Ajo që mund të them është që Shqipëria e gjen veten të rreshtuar në koalicionin e madh në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, duke përmbushur me shumë sukses detyrat e saj, ashtu si dhe një numër i madh shtetesh, dhe gjithashtu mbetet shumë për të bërë, por asgjë nuk mund të bëjmë ashtu siç duhet, në rast se nuk jemi krah për krah me partnerët tanë strategjik dhe në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam pasur një numër takimesh me zyrtarë të lartë të administratës Departamentit të Shtetit të Shtëpisë së Bardhë për të forcuar bashkëpunimin lidhur me luftën kundër krimit organizuar dhe terrorizmit dhe ekstremizmit dhunshëm në Shqipëri, si kusht i domosdoshëm për të garantuar siguri jo vetëm në rajon, por siguri edhe më gjerë. Sepse siguria nuk është një koncept që mund garantohet vetëm nga një vend apo vetëm nga një qeveri, por është një koncept që duhet ndërtuar bashkë me shoqërinë, me komunitetet lokale, por edhe me partnerët ndërkombëtar mbi të gjitha. Zoti Ahiri, shumë faleminderit. Faleminderit ju.